Besoj të dëgjohesh. Është kënaqësi që unë sot vi për të sjellur urime të bukura me rastin e 35 vjetorit të Anjezës. Si fillim, do të donja një duar trokitje, sepse është për ju. Ngjyra e kuqe e veshjes të saj tregon dashuri, patjetër dhe buqeta, prandaj është berë me ngjyrë të kuqe. Anjeza e dashur, kush mendon se na ka dërguar ne për të sjellur urime të bukura? Do kishe dëshirë të ishte dikush sa? Kush të quan gjysma ime? Vetëm bashkëshorti mos më thuaj, sepse ai të quan, por në datën 14. Sot është diçka tjetër. Është një urim i cili vjen nga lart. Të vjen dikush në vëmendje? Motra? Cila motër? Apo një motër ke? Jonida. Sa bukur. E di që e ke gjetur? Një duar trokitje për motrën Jonida. Kemi bërë një kartolinë urimi, e kemi shoqëruar me një foto të dyja të mrekullueshme. Ka patur shumë gjë zoti, kur ju ka skalitur në mënyrë të tillë, të bukura që të dyja. Më dëgjoni pak këtë kartolinë urimi. Gëzuar ditëlindjen, gjysma ime. Nuk ka fjala që mund të përshkruaj se sa shumë do të thotë për mua të kem në jetën time. Ti jo vetëm që je motra ime, por edhe shpirti që më jep forcë, zemra që më kupton, dhe arsyeja pse ndihem gjithmonë më e plotë. Faleminderit për çdo përqafim, për çdo kujtim dhe për dashurinë që më jep pa kushte. Pa ty, jeta ime nuk do të ishte kaq e bukur. Uroj që çdo ditë të sjell paqe, lumturi dhe buzëqeshje, sepse ti meriton gjithë të mirat e kësaj bote. Të dua pafundësisht, sot dhe përgjithmonë. Me dashuri, motra jote, Jonida. Këtë kartolinë duhet ta ruash si një kujtim të bukur aty në sirtari i kujtimeve, sepse le ta themi nuk është një ditëlindje e zakonshme, por është një përvjetor. 35, je shumë e re, me një familje të mrekullueshme, sepse unë ju njoh personalisht dhe kam shumë respekt dhe konsiderat për familjen tuaj. Një byzylyk i cili vjen nga kunata. Sa bukur, ta gëzosh, që e ka si motër. Faleminderit. Faleminderit. Edhe që vite këso, jetë dhe shëndet, sa bukur dhe vajza po në i sjell afër balonat, të kam në zemër, të thote kusht tjetër, gjysma jote motra. Kemi dhe numrin 35, edhe 100 vite këso, jetë dhe shëndet. Përveç motrës dhe punatës që të ka si motër vërtet, është fat të kesh një punatë të tillë. Ke dhe një shoqëri të mrekullueshme që unë shumicën prej juve ju njoh dhe ruaj një respekt të veçantë. Jeni alegri të gjitha dhe me një sinqeritet të papart të shoqërisë tuaj. Urime. Këngën e ditëlindjes së Anjezës, patjetër unë vi nga motra. Shumë urime për ty.
Tani do të kisha dëshirë një valle për botrën. Faleminderit. Faleminderit. Ja kaloj bukur. Shumë faleminderit. Edhe 100 motra. Jonida e dashur. Edhe 100 motra.